Përshëndetje miq, mirë se erdhet edhe me një video tjetër. Unë jam Edemi Knej edhe sot ku jena sot? Sot pra miq jena në banesë. Banesa nuk është ala gati, po pak jam të ndrejt setupin, i kom pru dostane këtu do me thonë në banesë. E kom mausin, mauspedin, mikrofonin që shpomuni me pa karikën, në fakt karikat, 2 karika i kom pru. Këto arm standat për monitor dhe shumicën e senave i kom pru post kompjuterit. Për kompjuter nuk e di qa me bo, a me shku me ble një kompjuter të mirë, apo me morat kompjuterin e 2 që e kom shpi, veca për me pos si secondary kompjuter këtu, a këtu me pos kompjuterin e mirë, e shpi të keqen, atë keqen shpi e këtu të mirën, nuk jam të ditë. Jam në dilema, ama për momentin miq do me thënë, ja ku jemi në banesë, nashta shumë hapësirë s'kena, për momentin jam të prek murin, po për shembull me kalu mujna e sanavana, aden me lëvis mujm, problemi është se tavolina është shumë e gjon, tavolinën bile muj, aden mi pos 2 kompjutera që shtu në mes, një monitor me kon knena, një monitor knej. Do me thonë tash për momentin jam me laptop edhe tastiera e laptopi është do me thonë si me thonë në 30% tavolinës. Nuk jam të ditë qa me bo. Amo kjo nuk na nal neve me bo një video super të mirë sot që ma mërmenja që juve kam ju pëlqy. Sot kena me full se sa pore i kom bo shumë përdin ati që si ata youtuberat bru që dojnë me full për dropshipping, për si palovra, edhe e kanë që si një far background, e kanë një kamerë, një laptop, adel dhe ja nisin me inqizu. Për momentin kamera nuk o të inqizu 4K, për shkak se nuk po muj me ndreq me laptopin tem, sepse se kam bo activate Windowsin, nuk po mle Windowsin me përdor kamerën 4K. Logiko bruda, për që ato ju kërkoj folje nëse kvaliteti kamerës është pak i keq. Edhe kena nalt një drit edhe dritën që vjen prej dritorëve. Do me thënë tash dili fix në ftyrë te më shtuar, drit ka, sot që s'ka, po tash Windowsin nuk o të mlon me shfrytzu komplet kamerën që e kam. Shtu që po me që dashur, sot kena me folë se sa pare i kom bo për 1 milion viewsa. Shpresoj se një të më një mirë, edhe mikrofonin nuk po muj me ndreq bruda, e kom 100% mikrofonin, adem është, do me thënë, miro, noise cancellation i po funksionoj ka, amo kur po folja në sen, adin perit zonin shumë bro, zoni është 100%, tash logikoni, unë në shpi zonin, e kom 31% e këtu 100%, le mund qysh bërtas dhi qysh ka me dal kvaliteti. Tash për me dal kvaliteti mirë, unë e do na me fol ka dole qështu, e tash del mirë. Edhe po, ju kërkoj foljet që kom e këshyr tash poshtë në laptop, dy qysh keqëm ka dokna kur po këshyrin laptop, adin shumë ma mirë është kur jam të këshyr që shtu drejt, adin ma mirë dokna edhe kamera dokat ma mirë. Nejse, e kom edhe ring lightin për sën pe përdori, kështu që po, jena në banes për momentin të që ajo dhoma në video që e kom thonë që ka mu bo për prekësi, për këto mani, që ka mu bo si studio, do me thonë une ku ko me inqizun, qatë dhom jena, por problemi miq të dashur, problemi jo, po ta sheni të po që të background ju, backgroundin nuk e keni po që si jom gabim deri tash, dhe i tash nuk e keni po ju backgroundin keni me po shumë shpejt videon se qysh e kom bo që të murë që tu. Adin vet e kom bo une, është fully handmade, fully custom. Kështu që të po folëm shumë i qdashur se që 4 minuta jom të fol, u konë si update edhe mju kalzu se sa pare i kom bo. Kështu që po kaloj me në rani në YouTube. Okej, ja ku jemi në YouTube, nalde pata linkin e të filmit Boratit, edhe tash ja bojna YouTube Studio. Shpresoj nuk del nëjsen që zbën me dal. Hajde. Nuk kom internet banes, jam me 3G telefonit bro. Edhe jemi këtu në YouTube Studio që shpomuni me po
Mrena 28 ditëve të funit i kom marrë 1 milion viewsa. Edhe me qëto 1 milion viewsa i kom bo $115. Që për do kam ju dok shumë, e dove nuk kam ju dok adin si shumë, kam ju dok pak. Edhe nuk është për 28 ditë e funit për shkak se që për shembull që tu ja kom nis me bo video apet me 20 oktober që i bje diku për 3 javë i kom bo 1 milion viewsa edhe me qëto 1 milion viewsa djem i kom bo $115. Nuk është normale bro që kjo që em të bo tash që po dje pi bjen i pas na morë 68.000 viewsa broda. Okej, nuk është keq, nuk o keq. Për 48 orë të funit që shpëmuni me po që tu, i ko marë 147.000 viewsa, komplet mërëna 28, nuk o kjo për qëtë muj, për nëntor nuk është djem, nuk o as për muj në kalun për 8 orë, po është pej 20 nëntorit, prej 20 tetorit deri tash, edhe deri tash i kombo, qësa i kombo, $115 edhe 1 milion viewsa. Kur t'ja bojna qështu që tu, muni me pose me 10-in veç $3 i kom fitu, këtu $9 i kom fitu me të 9-in, mas shumë ti i kom fitu me të 5-in, $7.30. Edhe videot që i kanë pru këto pare, që si jom gabim, veç një sekund, t'ja bojna see more. Okej, do me thënë, shumicën, po, këto videot long form i kanë bo që të pare, që për shembull që kjo videoja 28 ditë e funit, jo komplet, se kjo video komplet i ka bo $12 apo 13, po $12-13 i ka bo, po mena 28 ditëve të funit, i ka bo $10, aventurat me kombi mdo këtë epizoda par, jo epizoda e dytë koka, epizoda e dytë i ka bo $7, por duoni me kuptu diçka së mbera, që to 1 milion viewsa që i kom bo, nuk i bjetash se nëse ju i boni 1 milion viewsa në YouTube-in shqiptar, që keni mi bo $115, RPM-i ndryshon, nuk ndryshon veç pe YouTuberit nga YouTuberi, po ndryshon edhe pe kontentit në kontent. Do me thonë nëse unë e bëj me senet shtrejta, ose me sene luksose, ose me sene shembull si Banesa, për që ato Banesa ka fitu, ka marrë RPM të mirë, tash ju kallzoj pse që kjo video ka marrë RPM të mirë. Po, të vazhdojnë këto njëre, do me thënë varet kejta edhe se qa boni, gaming paguani ndryshe, do na edhe në gaming për shembull nuk o, okej, Roblox edhe GTA, adin, GTA edhe Roblox nuk paguat ndryshe, nuk paguat njëjtë, do me thënë paguat ndryshe. Këto nuk muni me njek, as nuk muni me ditë sakt se sa keni me fitu. Për shembull une me 1 milion viewsa i kom fitu $115, adin, me në 28 ditëve të funit, që i bje $80 i kom fitu në tetor, që si jam gabim edhe tash i kom fitu $30-40. Edhe qa keshtu folë bruda? Po, keshtu thonë që për ju mundet me konë ma ndryshe. Për shembull ju me 1 milion viewsa nëse i kini morë në përsene ma të shtrejta në video të kallzu, adin për shembull si tech review, ose make-up-i është i shtrejt nëse nuk e keni dit, për shembull make-up, ti shakon të bo make-up unë tash në kanal temin, unë që tu 100% kisha bo ma shumë pare. Bile me make-up ma mërë menja që me 1 milion viewsa i kisha kop nashta një $400-500 bro. Apet, kjo ketë ndryshon pej personit në person. Aden, shembull ju nëse i boni 1 milion viewsa, ju muni mi fitu $250, ose nashta edhe muni mi fitu veç $50. Unë ma herët me 1 milion viewsa në komplet, i fitojsh na $50. Po tash nuk e di që u bo puna, sa në të ka ndryshu, po get që jo ma aktive dhe videot që janë shumë atë gota. Për shembull që kjo video ka marrë ma pak viewsa se që kjo që tu, amo këto në watch time, do me thënë sa e keni këshyrje që të video, u konë shumë ma shumë ju ka pëlqy, se sa që kjo ka marrë ma shumë viewsa, po shikust e kanë këshyrë ma pak. Që tu watch time-in e kom pas 6 minuta, do me thënë average-i, mesatarja u konë 6 minuta, e këtu average-in e kom pas diku 14-15 minuta, u konë insane.
Amo, kjo 11.000 viewsa e kjo 12.000 viewsa. Nejse, ofër kokën. Që për shembull që kjo i ka bo 5.86. Edhe pse ma shumë viewsa ka se që kjo, amo kjo i ka bo ma pak viewsa po ma shumë pare. Do me thonë ma shumë viewsa nuk i bje ma shumë pare. Adin, kjo është këtë si me thonë e random. Ju për shembull mundi me përdor disa metoda adin për me bo maximize fitimin e juj, amo 100% me kont sakt, për shembull, unë që të sen ko me bo dhe ko me fitu ma shumë, jo, që ajo nuk funksionon. Që për shembull që kjo video 12.000 views i ka bo, $5.11. Kjo tjetra për shembull ju mashtrova të gjithve 17.000 views apo $4, brut, nice koka. Kjo lujtëm 99 Nights në Forest prap me shokun tim, 8.000 views $4. $4.65. Shumë bukur. Në bootcamp me gafin 5 minutë shi, 19.000 views $4. Këto stile brain rot që shpëmuni me po ka $2, $3, $4 po pibojshën. E tash që kjo videoja e banesës pse e ka pas RPM-in edhe pse më ka pru ma shumë pare të video tjera që tu apet pe kalzon $10. Unë fort mirë e di që kjo nuk është $10. Veç pak, t'ja bojnë as since published që tu ndryshon po. $12. 20.000 viewsa i ka bo. Holy moly! Tash 20.000 viewsa më kanë pru $12. E pse 20.000 viewsa më kanë pru $12? Që kjo videoja pe kopjojmë gafin me bootcamp, vet fjalla bootcamp i bjen banes. Aden, jo banes po është tjetër sen bootcampi aden, amo kuptohet që qaty hin edhe banesa në qatë kategori. Nuk ka bootcamp banes, bootcamp është banes ose shpi për gaming e për kësi sene, adin për shembull me pas plot kompjutera dhe me lu, që e ka gafi do me thonë. Amo tash gafi për me bo qatë bootcamp, ati i duhet një banes, ose 2, ose 3, ose 4, nejse. Po tash YouTube-ja, këtë video kur t'ja kalzon njerëzve, këtë video masi që e këshyrin njerëz, ka që dove ju intereson tregi banesave, tregi bootcampave. Kur ju intereson tregi bootcampave, ju intereson edhe tregi banesave. Tash YouTube-ja qa e merr vesh, okej, une tashti, shumicën e rasteve, këta që në Gjermani, në Francë, në Amerikë, se në vene, adin, shqiptar që janë, atynve për shembull në qëtë video tem, ju kanë dalë reklamat e real estate-it. Real estate është për shembull shit blerjet banesav. E në shit blerjet banesav djem ka shumë pare. Shumë pare do me thonë. E për qato, mu veç ma kanë dhonë, adin një pik, adin ma kanë rrit RPM-in tem do me thonë. Me 20.000 viewsa i kombo $12, që unë për shembull me 20.000 viewsa që për shembull kjo video stile brain rot 23.000 viewsa, ma shumë se banesa, amo $6, do me thonë 2 fishën jom pagu, veç pse është banes edhe njerëzve i ka dol reklama e real estate agency-ve, adin këtynve agencioneve që shesin real estate, që asi reklame ju ka dol, e për që ato djem, kjo video ka marr RPM mat mirë, CPM mat mirë, RPM mat mirë, adin po tutna ka herë po mdodh adin për shos po gaboj, edhe tona mos po më thot apet ta ulontin si chat live në video njerë ma pa të bo, nuk është CPM po është RPM. E qato mos rëshostëm. Hej, ma së më shënoni tash posh diçka në komente për ta ulontin, se nuk fola as keq për to as kur gjo. Vesh po thëm që s'pëdu me rëshit. As mirë nuk fola, as keq, kur gjë s'kom fol. Veç që për mena rastin që ka ndodhë dhe jëm të dhonë mësim tash për momentin jam. Profesor Ademi, profesor me kapuq, ku ke po profesor me kapuq? Heki syza qashtu. Me thënë po pra, me 1 milion viewsa i kom fitu $115, edhe ju kom thonë që kjo nuk i bje që është amin, adin. Që edhe ju keni mi fitu që ka qpore me qëto. Thash, muni ma shumë, muni ma pak. Edhe mos harroni që shumicën e rasteve që komoru në video adin me shumë viewsa në qëto 28 ditë e funit janë konë shortsat. Për momentin me shortsa jom të shku flok, adin. Nejse, nuk ko flok, kom shku ma herët edhe ma mirë, amo që jom shumë ma aktiv tash, jom të qitë ma shumë
video shortsa, për që ato shortsat janë të mpru goxha viewsat, që shpo muni me po që tu 144.000 djem me na 48 orëve të funit, që i bje kjo unë me vazhdu që shtu aden zdo 2 dit, sa i bje që kom i bo, veç pak, sa pi bje, 60.000 pi bjen për një dit, ta shti 60, 600.000, 600 herë 3, veç pak, 70.000 në fakt pi bjen, po dhe se 70 edhe 70 bëjnë 140, apo? Po pra. 70.000 për 10 dit i bjen 700.000 herë 3 bëjnë prit. Veç pak se më blokë truni. 700.000 edhe 700.000 bëjnë 1.400.000 edhe 1.400.000 i bjen 2.100.000. Amo nuk i bje që tash me 2.100.000 unë që i kom i bo që tu $230 ose ku me ditë sa, aden, nuk dihet. Ka shanse edhe që nuk boj qatë, që nuk lun kjo shumë. Këtu edhe me kon 2 milion shit tash, për shamull ka shansa kjo që s'ka me lu, po ka me kon $120-130. Aden se shortsat nuk paguin mirë, shortsat janë të pagu shumë keq, që për shamull të shofëm, se sa më ka pagu shortsi ma i famshëm që to 28 ditë e funit që është si le brain rot u gzdova për palidhje që tu për 63.000 views-a djem i kom fitu 29 cent që edhe këto 29 cent nuk e di qysh i kom bo në qëtë video garant për shkak se qëtë video e kanë po njerës gati 2 herë. Nashta për që ato jon pagu pak ma mirë, e kanë po 175%, do me thonë e kanë këshyr videon deri në fund, edhe tona apet e kanë këshyr deri që tu se nashta ju ka do këfoni, ose najsen, nuk e di. Do me thonë, nashta për që ato, kjo video është manal. Tashti kjo kur ti bon edhe 100 këtë djem që priteni këtu që bot 40 cent. Do me thonë, diku me shorts me 100 kë views në shorts, nashta i merë 35 cent dhe i në 40 cent. Që nuk ko kur gjo kur të shihni, aden, që për shamull t'i shakon të bo veç shorts sa miq, o me thënë me 1 milion, une i kisha fitu që tu, sa pi bje me 1 milion mi fitu, nashta i kisha fitu $20, $25. E për që ato pju thëm, nuk ko të qka, tek viewsat për shembull kështu total, po është esenca te viewsat këto video që janë çështu long form edhe me pas që për shembull YouTube-ja me rekomendun që ato video, adin, pa reklame me qit reklama sa ma shtrejta. Sa ma shumë reklama shtrejta, qaq ma mirë. Amo që është pak ma problem me ro në që ato reklama shtrejta. Shtu që po mi që dashur, shpresoj që kjo video ju ka pëlqy, edhe nëse ju ka pëlqy që kjo video ju kisha lut me shku me ma bo subscribe me një rani, se kena nevoj për subscribe, edhe 5G-ja nuk o të pënu mirë. Nuk o të pënu mirë 5G-ja miq. Shnosh, kështu që po mi që dashur, shumë shpejt kena me kry me video të sponsorizume, edhe veç kena me bo videot mira, video legendore, video gaming, vloga, qamos, Ademi u ka rekty miq, diqni hejtera, diqni na gji, u rekty Ademi, po pra, kështu që stëmbera tash mujna mja bo, bam, që shtu, zoom out, full view, wide që shtu, bile ma mërë menje që mu i mu qu edhe në kom për momentin, hajde të testojmë, po jo, nuk shkon kjo manalt, ja ma farti, nuk shkon manalt, pse mu lodhi jash. Okej, kështu që, po mi që dashur që ka që ke për sot, shpresoj që i ka pëlqy që kjo video, edhe që keni mësu diçka, tre rreth YouTube-ës, jom të bo diçka që ma mërë menja që 90% që youtuberave shqiptar nuk e kishin bo, edhe nuk është kjo as pak, që kom fitu adin me nga që ty një videove, nuk është as shumë, adin, nuk po di që am ju thonë. Do me thonë, $100 për 1 milion views a djem, s'jon kur gjo. Tash, $100 me videot sponsorizume mi bo, ma mirë mës me folë, ma mirë mës mi hiq asaj temës, bruda. Ma mirë mës mi hiq asaj temës. Okej, veç që ka që po më thonë, me videot sponsorizume,
qa kom bo, do me thonë në qato video për mi bo $100 u kanë shumë ma lehtë. Një 10 herë u kanë ma lehtë. 10 herë? Nëse 10-15 herë. Kështu që s'po falem shumë. Për video sponsorizume djem. Me kon punu, kena nënshkru, ma mërmenja këtë youtuberat e nënshkrujnë qatë kontrat, pa e nënshkru një me adin, se kur t'ja nis ti me punu me youtuberat, ata qojnë me sponsora, ata e qojnë një farë si foto, jo si foto, po si një farë briefi, si një farë fajli, që na që ato domi me ledzu, po kërkush pej neve nuk e ledzon, edhe që aty përmbenet që na zgudzojmë me folë se sa pare morëm pej atynve, se ja prishëm punë, nuk e di qysh tek. E për që ato, mës t'i shkon qajo djem, adin, mës mi prish punë me sponsor, unë edhe qatë sen e kisha përmen, nuk ma kishni, adin, du me konë sa ma transparent me juve. A më masi është qaj seni, unë duna me vazhdu me punu me sponsora, kjus me në kik ma mërmenja që kena me punu me sponsora, jo mon YouTube, nuk mujna mon YouTube me punu, për që ato domi me kont mirë me sponsora. Nashta na i dit nalën sponsorat kejt komplet, qatë herë muj me bo share se sa muni mi fitu me qasi loj sponsora, shadin. Kështu që po mi që dashur, fajmdejt shumë që këni po qëtë video, shpesoj që ka përqy që kjo video, mos rroni me bo like, share dhe subscribe. Ju dua shumë së të mbera, shifëmi në për video tjera, edhe bye bye!